Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Mbrojtja dhe shërimi me Kur'an. Çdo mend se vërtet absolute është ajo që e ka thënë Allahu xhaleshanehu në Kur'anin famlar. Ne e shpallim nga Kur'ani atë çka është ilaç dhe mëshirë për besimtarët. Surja Isra ajeti 82. Kur'ani ndikon në smundjet gjithsesi në shërimin e tyre. Në këtë nuk ka dyshim. Kjo është më e lehtë se sa coptimi, rënimi dhe shkatrimi i kodrave dhe maleve. Ja siç thot ajeti më poshtë. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashiyan mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sikur këtë Kur'an t'ja kishim zbritur ndonjë mali, do të kishe parë si për ule dhe coptohet nga frika ndaj Allahut. Këto janë shembuj që vasjell njerëzve, ndoshta ata mendojnë. Surja Hashr ajeti 21. Njeriu qetësohet psiqikisht me leximin e këtyre ajeteve dhe në përgjithësi ajeteve pra të Kuranit, pa marrë parasysh i lexon vet apo dikush tjetër ja lexon atij. Është e vërtetuar shkencërisht se te njeriu ndikojnë shumë gjëra për të cilat ai vet shumë pak di. Për shembull, ka raste kur njeriu zgjohet i disponuar dhe i fuqishëm, duke mos ditur shkakun e kësaj. Njeriu e ndjen pra ndikimin e qartë të muzikës së mirë dhe ndërrimi i ritmit shkakton mos rehatite ai. Nga ana tjetër, zhurma negativisht ndikon edhe te semuri. Pra muzika relaksuese po ndikon ka pozitivisht, kurse është zhurma negativisht. Kurani me siguri ndikon pozitivisht, sepse është fjalë e Zotit, e cila është shërimi më i mirë. Mjeku dhe mjekësia konsiderohen vetëm shkak për shërim. Kurani kur na urdhëron për konsultim, njëkohësisht rekomandon edhe konsultimin e mjekut dhe konsultohu me ata në punë. Surja Al Imran 159. Për çdo smundje ka ilaç. Domethënë Allahu për çdo smundje ka kriju ilaçin gjegjes, por atë ilaç dhe metodë të shërimit dikush e di, dikush jo. Së pari vjen dëshira e të Madhit Zot, e pastaj ilaçi dhe mjekimi. Njeriu kur e përdor ilaçin ose kur i drejtohet mjekut, duhet të ketë mbështetje të plotë tek Allahu xhaleshanuhu, sepse ai është i mëshirshëm dhe shërim falës. A nuk u mjafton atyre që ne ta shpallëm librin i cili u lexohet atyre? Në atë ka me siguri mëshirë e qërtim për popullin i cili beson. Kur'an, surja Ankebut ajeti 51 me radhë. Pra ndikimi i Kur'anit në jetën tonë është shumë pozitiv, për shkak ai se e qetëson shpirtin, e relakson mendjen dhe padyshim që njeriu është më i qetë në përditshmërinë e tij.